Përshëndetje të dashur shikues. Sot do të flasim për një nga informacionet që vijnë brapa skenave nga xhirimet e serialit Qyteti i Largët. Ka nxjerrë në dritë thashë theme për një tension midis Sinem Ynsal dhe Ozan Akbaba. Sipas atyre që punojnë në shesh xhirimi, mosmarrveshja lindi nga një ndryshim opinioni në lidhje me një skenë gjatë xhirimeve. Thashë themet sugjerojnë se ndërsa Ozan Akbaba donte të rriste intensitetin emocional të një replike dialogu në skenë, Sinem Ynsal sugjeroi një qasje të ndryshme për të ruajtur qëndrueshmërinë dhe sjelljen natyrale të personazhit të saj. Edhe pse mund të duket si një mosmarrveshje e vogël, tensioni i shkurtër u bë temë diskutimi në mediat sociale edhe para se kamerat e xhirimeve ta kapnin atë. Kjo situatë mund të shihet jo vetëm si fërkime personale me aktorëve, por edhe si një pasqyrim konflikti profesional, personazhet e aktorëve, intensiteti emocional i skenave dhe kërkesat e skenarit ndonjëherë mund të çojnë në mosmarrveshje midis aktorëve. Gjatë xhirimeve, skena dramatike dhe intensiteti të serialit në veçanti mund të provokojnë reagime të ndjeshme midis aktorëve. Nga kjo perspektivë, debati i shkurtër midis Sinem Ynsal dhe Ozan Akbaba mund të interpretohet brenda një konteksti profesional. Një pikë tjetër e rëndësishme, perspektivë analitike dhe se mosmarrveshje të tilla shpesh nuk e ulin cilësinë e performancës. Përkundrazi, në veçanti, përpjekja e Ozan Akbaba për të rritur intensitetin emocional në ekran dhe dëshira e Sinem Ynsal për të ruajtur natyrshmërinë e personazhit janë tregues të seriozitetit dhe përkushtimit profesional të dy aktorëve. Kjo tregon që tensioni në shesh xhirimi nuk është tërësisht negativ. Kalojmë direkt tek një lajm tjetër ku flitet për thashë theme midis një romance të këtyre dy aktorëve. Aktoria bukuroshe për herë të parë foli për thashë themet e romancës së saj me aktorin Ozan Akbaba, duke ju përgjigjur qartë pyetjeve që qarkullonin. Në deklarata të sinqerta në një program ku mori pjesë, Ynsal pohoi se akuzat për ta nuk pasqyrojnë të vërtetën. Është mirë të jemi bashkë, por është diçka që nuk ka bazë. Romanca ekziston vetëm në serial, duke u dhënë kështu fund thashë themeve. Thashë themet për një romancë midis Sinem dhe Ozan, të cilat morën një vëmendje të shkëlqyer nga shikuesit për kimin dhe energjinë e tyre në serial, të roqën shpejt vëmendjen dhe në rrjetet sociale. Ynsal deklaroi se këto çifte janë pjesë e punës së saj, duke theksuar se marrëdhënia e saj është tërësisht profesionale. Aktoria shtoi se krijoi lidhje të vërtet të forta me partnerin e saj në serial, por kjo nuk duhet të keq interpretohet. Në program, Sinem përmendi gjithashtu një deklaratë që ka bërë në të kaluarën, duke pranuar se fjalët e saj, "Më pëlqejnë burrat e shëmtuar", e përndoqën për një kohë të gjatë, duke komentuar se këto fjalë u diskutuan shumë më tepër se sa priste. Aktoria qeshi dhe shprehu habin e saj. Vërtet bëra një deklaratë të tmerrshme. Sinem shpjegoi se shprehja ishte keq interpretuar dhe se në të vërtetë ajo kishte për qëllim të theksonte se karakteri është më i rëndësishëm se pamja. Aktoria e suksesshme shpjegoi gjithashtu me sinqeritet se në serialin Qyteti i Largët, në të cilin ajo luajti, za një vend të veçantë në jetën e saj. Aktoria e cila deklaroi se projekti ishte shumë i mirë për të, vlerësoi atmosferën në shesh xhirime dhe bashkëaktorët e saj, duke shtuar se adhuron personazhin e Aljes, të cilën e luan në serial. Aktoria gjithashtu përmendi se xhirimet në Mardin ishin një përvojë unike dhe se ajo u magjeps nga atmosfera e qytetit. Ndërsa aktori Ozan Akbaba është shfaqur në rrjetet sociale me video të tij në një shfaqje humori, këto video të vjetra. Në këto video të shpërndara, të roqën shpejt shumë vëmendjen dhe gjeneruan një numër të madh ndër veprimesh. Tifozët dhe përdoruesit e rrjeteve sociale komentuan, duke theksuar talentin, ashtu edhe etikën e punës së Akbaba. Në videot e shpërndara,
Prania skenike dhe energjia natyrale e aktorit Spikati. Performanca e tij, e cila e beri audiencën të qesh, veçanërisht me anën e tij komike, gjeneroi komentet në rrjetet sociale, si talenti Ozan Akbabës është i dukshëm në çdo aspekt. Shumë përdorues e vlerësuan aktorin duke deklaruar se Akbaba u ngjit në shkallët e karrierës së tij përmes punës së palodhur. Midis këtyre komenteve, Spikatën vlerësime të tilla si: ai është një aktor që ka arritur deri këtu përmes punës së palodhur dhe talentit, dhe Ozan Akbaba është një aktor që e tejkalon veten në çdo projekt. Suksesi i aktorit të famshëm, si në televizion, ashtu edhe në media sociale, ka arritur popularitetin e tij dhe njëkohësisht ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij. Akbaba, i cili ka bërbuj me performancat e tij të forta në projekte të ndryshme vitet e fundit, ka befasuar audiencën e tij me këto klipe të vjetra nga shfaqjet e humorit. Videot e shpërndara komentohen shpesh nga përdoruesit e rrjeteve sociale, si nga nostalgjia, ashtu dhe nga admirimi për talentin e tij. Ozan Akbaba, i cili e ka menaxhuar karrierën e të zhanreve të ndryshme, vazhdon të bëjë emër për veten me suksesin e tij në serialin Qyteti i Largët. Rishfaqja e këtyre klipeve nënvizoi edhe një herë karrierën e gjatë dhe të disiplinuar të aktorit në industri. Shikuesit dhe fansat vazhdojnë ta ndjekin dhe mbështesin punën e aktorit të famshëm. Ndërveprimet e shpërndara në mediat sociale zbulojnë vlerësimin e gjerë që ka marrë karriera e Akbabës dhe rrisin më tej për projektet e tij të ardhshme. Rishfaqja e këtyre klipeve të vjetra në shfaqjet e humorit shkaktoi një val diskutimesh dhe komentesh në media sociale, duke theksuar shkaktësinë e tij si në dramë, ashtu edhe në komedi. Dhe një tjetër lajm i fundit për këta aktor të mrekullueshëm që na kanë mbajtur mbërthyer në ekrane. Do t'i shohim krah njëri tjetrit duke luajtur në një tjetër serial. Bëhet fjalë për një nga projektet më të përfolura, e cila quhet Një histori nga Stambolli, me 10 episode. Pikërisht në rolet kryesore të Sinemin Sal dhe Ozan Akbaba, duke tërhequr vëmendjen e shikuesve vendas dhe ndërkombëtar. Episodi i parë u xhirua në Stamboll dhe ngjalli interes të konsiderueshëm publik. Suksesi i shfaqjeve dhe atmosfera unike e qytetit nxitën idenë për një vazhdim. Sipas informacioneve, planet për një vazhdim të këtij seriali janë tashmë në zhvillim e sipër. Megjithatë, thuhet se këtë herë në vend të Stambollit kanë zgjedhur qytetin e Kapadokias, një nga destinacionet turistike më të njohura të Turqisë. Si duket ky qytet, do të pres skena dramatike dhe romantike të këtij seriali të ri. Megjithatë, datat e xhirimeve nuk janë konfirmuar ende, për shkak të agjendave të ngjeshura të kastit të serialit Qyteti i Largët. Megjithatë, shumë shikues në rrjetet sociale kanë komentuar se mezi e presin këtë serial të ri.